Mirëmbrëma shikues të nderuar. Po fillojmë emisionin sportiv pjesa e parë me Enverin. Sonte kam musafir zotri Neat Regjepin, iniciuesin e trajnerin e klubit basketbollistik Vitinja, klub historik për komunën tonë. Mirëmbrëma zotri Neat, mirë se erdhën në emisionin tim sportiv. Fillimisht mirëmbrëma juve, faleminderit për ftesën dhe për gëzimin për emisionin sportiv. A mund të na sa për fillim të na tregoni biografinë e jetës tuaj sportive? Biografia ime, jam i lindur në Gjilan, jetoj në Mugill të qytetit të Vitijës. Jam jurist dhe profesion dhe kam të kryer masterin në Akademinë Diplomatike Shqiptare. Karrierën basketbollistike kam filluar në Robotniçki të Shkupit dhe pastaj kam qenë një ndër konkurrentët kryesor për të qenë bashkë si luajtës së klubit basketbollistik Prishtina, por pasi vendimi i cili erdhi pa pritër, unë nuk kam mund të jem pastaj në parket për një kohë. Dhe ashtu nuk kam mund të zhvilloj një karrierë si lojtar i basketbollit. Po ndërkohë kam bërë përgatitje profesionale për trajner të basketbollit në shkolla të ndryshme. Njëra ndër është një shkollë suedeze, e cila edhe na ka pajis me dije dhe me diploma për trajner. Nga ju erdhi ideja për formimin e klubit të parë basketbollistik në komunën e Vitijës, si të them klubit historik, pasi që komuna e Vitijës kur s'ka pas klub basketbolli? Klubi basketbollit të Vitijës, klubi basketbollit të qytetit të Vitijës është një ndër që tash është realitet. Ka filluar me iniciativën disa të rinjeve të qytetit, dikur para 2 vite, të cilët në mënyrë vullnetare kanë organizuar klubin dhe për 2 vite kemi mbajtur stërvitje në qytetin e Ferizajt në palestrën e sporteve olimpik. Dhe pas 2 viteve punë në korrekt të vitit 2015 është konkretizuar kjo ide me ndihmën e drejtoreshës, me ndihmën shumë të madhe dhe me kontributin e saj të drejtoreshës Katrina Sulejmani, e cila është një ndër meritorët për themelimin e këtij klubi. Dhe kjo ide, ky plan dhe ky projekt është realizuar pikërisht në korrekt të vitit 2015 dhe kjo është një projekt i përbashkët, gjetët të linjëve drejtorisë për kulturën dhe sport dhe përgjithësisht për gëzime për drejtoreshën Katrinën, po mund të më thoni tash stërvitje të Kueni në cilën vendin të i zhvillon? Klubi i basketbollit Vitija stërvitjet i zhvillon në palestrën e re, e cila është ndërtuar këtë vit të shkollës së mesme në teknike në Vitijë. Që është një palestër shumë e bukur, që nuk plotëson standardet plotësisht për të ushtruar për gara, por për ushtrime ka patjetër kushte të mira. Pasi di klubi i parë basketbollit edhe e një përmuar se sa formi dhe do të filloni në gara. A mund të na thoni përbërjen e kryesisë e klubit? Po, klubi i basketbollit Vitija përbëhet, klubi i basketbollit Vitija është themeluar prej kongresit të saj, i cili ka zgjedhur organin ekzekutiv duke përfshirë edhe presidentin e klubit. Pastaj presidenti i klubit ka zgjedhur anëtarët e bordit, i cili e ka dhe drejtorin e bordit, i cili është zotrisha Seva Regjepi dhe menaxhohet prej në mënyrë shumë profesionale ai bord dhe bën mbikëqyrjen e punës së ekzekutivit të klubit. Po kryesin bord kush është përveç Shasevarit? Morën pjesë edhe disa djemë tjerë që janë basketbollista të mëdhenj. Mund të na thoni strukturën e ekipit dhe moshën mesatare? Mosha mesatare e klubit, mosha mesatare e ekipit të seniorëve, do thotë aty mirën një mesatare, dikon është 20 vite dhe shumica përbëhet prej studentëve. Kjo është pastaj në struktura është e ndryshme dhe ne kemi arritur të bëjmë gjitha grup moshat, duke filluar prej U14, U16, U18 dhe seniorat, të cilët ushtrojnë në mënyrë të rregullt në palestër. A kam dëgjuar se po jeni ka ushtroni intensivisht, ka sa herë në javë bëni stërvitje? Dikun 4 ditë në javë ka stërvitje dhe detyrisht stërvitjet janë shumë profesionale. Si qëndroni me pajisje sportive edhe sa ju ka ndihmuar drejtoresha e kulturës për sport
Katrina Sulemani. Drejtoresha Katrina, ashtu siç ka punuar në art, kulturë, në sport, do të thënë që është, unë mendoj se është njeriu revolucionar për artin, kulturën dhe sportin në qytetin e Vitjes. Për basketbollin ka dhënë maksimumin, duke filluar fillimisht me vullnetin që na ka dhënë, pastaj ndihmat financiare dhe të gjitha. Do të thonë është një njeri që ka bërë kontribut të jashtëzakonshëm për basketbollin në qytetin tonë dhe për klubin basketbollit Vitia që ne e menaxhojna. Mjetet edhe pajisjet për ushtrime, ne si klub i ri, të më thonë është klubi sa po formuar, kemi filluar të kemi, do të thonë, pjesën ndërmuese të mjeteve për të ushtruar, kemi nevojë ende që tash jemi duke kompletu me pajisje, me topa, me gjëra tjera, por sa për të ushtruar ushtrimet, mjaftu shumë kemi. Sa jam informuar, mendoj se e di se jam informuar se kemi zhvilluar vetëm një lojë miqësore në Berizaj. Mund të na thuani diçka si ka rrjedha e lojë dhe si e keni po vetëm në atë konkurrencë që jeni si filozof. Mirë, ne për një kohë të gjatë që kemi marrë me organizimin e klubit, kemi arrit krejt në fund që ku me U16 të organizojmë një ndeshje basketbolli miqësore me klubin basketbollistik Kastriote, ku e falenderojnë zonjëshën Kimet e Alite, trajnere, po e cila pranoi ftesën tonë dhe bërëm një ndeshje shumë të bukur e cila atë është vlerësuar shumë edhe nga drejtoresha Katrina dhe nga gjithë sportazhët që dojnë basketbollin. Edhe aty ishte një ndeshje shumë e bukur që zhvillon djemët e qytetit tonë, djemët e KB Vitjes, se dëshmoj vetën se ne kemi djemë që ushtrojnë, që kemi djemë që janë sportista dhe që qyteti Vitjes është folia e sportistave. Ju në sezonin e ardhshëm do të startoni në Ligën e Parë të Kosovës. Sa mendoni që jeni të gatshëm të debutoni në këtë ligë ku në përgjithësi ekipet tjera kanë një traditë më të madhe sportive për basketin? Ne si klub jemi të nderuar nga drejtoresha dhe nga drejtoria për kulturë me çmimin shpresa e vitit 2016. Puna intensive që bëjmë tani na jep të shpresojmë dhe të shpresë ta bëjmë një të vërtetë që me fillimin e gara, dikun që do të bërë 2016-2017, të marrë pjesë për ligën e dytë të basketbollit të Kosovës dhe... Respektivisht Liga e Parë, pas e ajo quhet Para në Superliga. Po ligën e, të thënë, në rregull, është Liga e Parë, është quhet Superliga në Ligën e Parë dhe shpresojmë të jenë konkurrent, domethënë në nivel caktuar, sepse dihet se kjo është vetëm një fillim dhe një konsolidim të klubit. Treguat se keni shumë lojtarë, duke së vitur edhe për të marrë pjesë edhe për të luftuar për një vend në ekipin në përbërjen kryesore. Pa mendoni se keni nevojë për ndonjë proporcion nga komuna tjera? Fillimisht punojmë me djemtë të qytetit, përforcimet do jenë. Patjetër dhe dikon me 2 lojtarë vetëm jemi në bisedime me një qendër që do vinë të ushtrojnë në klub, po ndërkohë, por që kur starton klubi në gara, në kuadër të ligës së parë, ti kemi s'pabi 2 përforcime me përvojë. Kjo është edhe... E patjetërsueshme. E patjetërsueshme. Ju si një kërcyer do të zhvilloni ndeshjet? Ne si një kërcyer do të zhvillojmë ndeshjet sipas planit që kemi, si klub, si staf, do të zhvillojmë në palestërën e sporteve në Gjilan. Për arsye se nuk i plotson kushtet palestra jonë. A ishte shtytës një garë që majtës në shtyt bollë në komunën e Vitins në gosht këtë vit në Vitin për juve si ekip të merrni pjesë, apo ajo ishte vetëm një organizim i organizuar nga Departamenti i Sportit? Në momentin që Departamenti i Sportit organizoi një garë në street ball, atëherë ne e pam si basketbollista se në krye të Departamentit i Sportit është një person që e don këtë sport. Dhe atëherë u pa se klubi duhet të institucionalizohet, edhe kjo ndodhi, edhe e pa vullnetin e mirë të njerëzve që atë punojnë. Kam edhe një pyetje personale për juve. A mendoni se më shumë do t'i kishin ndihmuar ekipit nëse do të ishit në fushë, në teren, apo jeni tani që jeni jashtë saj që edhe është një ekip? Jo, unë theksova se unë kam pas një ndim dhe që nuk më lën më shumë se 10 minuta të jam fushë. Se për ndryshe dëshira e shkon të jam para. 10 minuta janë mjaft,
basketbol sa më ndoj unë. Jam por atëherë kur kemi në vlem, është diçka. Nga ajo dashurie molle aq për basketbolin, tek jo. Unë mendoj se dashuria... Duke i ditë rrethonat komunës që s'kena bos kur fusha Jo, basket. unë mendoj se dashuria rrjedh prej fëmirinës. Si fëmijë, domethënë është sporti basketbolli ai që kam desh dhe kjo është ajo edhe që tharë me këtë sport që morë, kjo është sporti jam. Vje mirë, edhe gëzohem kur në komunën tonë ka tjera sporte përveç futbollit. Faleminderit. Pse thuhet se basketbollistët janë sportistët më inteligjent në klube, në ekipe? Këtu ju jeni trajneri i futbollit në një regjim. Vetëm e kom dëgjuar këtë thonjë dhe ku morën të fundit. Këto do ta vërtetoj se një basketbollist është inteligjent. Je trajneri i futbollit dhe e din se një ekip kur merr një aksion, nga fundi i ka diku 20-30 taktika që cilën do ta zbatojë deri vonë prej pozitës. Në basketbol, edhe nëse do i kesh në një aksion 5-10 taktika, aty do të ta kryesh edhe një vet, do t'i bësh 51. Aty lojtar, inteligjenca e lojtarëve do ta krijojnë një taktikë vet. Ashtu është basketbolli. Manevrimi me top, në basketbol të jap mundësi të ndryshme, që volet vetëm për inteligjencës se si ti manevron me top. Kjo është. Për këtë arsye ja u ilustrova pyetjen. Ju e treguat në rrëfimin tuaj për biografinë tuaj se ishit edhe pjesëtar antar i ekipit të Prishtinës dhe isha vetëm konkurrent. Po në rregull edhe je lënduar, pastaj nuk kam mundësi. Ke vazhduar të përcjellësh çdo ndeshje të basketbollit të ekipit të Prishtinës, edhe ke qenë një ndër kryesuesit të tifozët të Plisa. Si e keni përjetuar ato ndeshje kur i kishit ndeshjet e mëdha të Prishtinës? Unë jam një simpatizant i madh i klubit basketbollit Prishtina dhe konsideroj si pjesë të klubit Prishtinës vetëm edhe si një kontribues i madh edhe i klubit basketbollit edhe i basketbollit përgjithësi në Kosovë, sepse që prej pas klubit deri tash ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për basketbollin. Duke filluar me shkollat basketbollit në Prishtinë, që kanë kontribuar për shkolla dhe pastaj edhe tash në qytetin e Vitijës. Gjatë jetës suaj edhe morës me këtë sport, me siguri e keni ndonjë idol basketbollit shqiptar. Kush është ai dhe pse? Mendoj se idol basketbollit shqiptar nuk kam, po ka një lojtar që e dua shumë. Po, njëjtë është ai. Ajo është, mendoj se ajo është Daxhon Berisha, mendoj se është legjenda më e madhe e basketbollit shqiptar, mendoj se ajo është një ikone e basketbollit. Po i doli juaj basketbollit botëror, me qenë se para se shpedisë, kjo është po, tash është, okej, idoli imi në basketbollin botëror është Toni Kukoc, një lojtar i Splitit, kroat i Splitit, national team Kroacia, pastaj në Chicago, pastaj në Milwaukee, pastaj në Chicago është një lojtar i madh. Ai është perfekt, ai është një artist i basketbollit, mendoj edhe ai është idoli. Petroj pak temi edhe pak gjatë stërvitjeve me basketbolista, po punoni është mjaft me stërvitje atletike, se stërvitje atletike apo kondicionale është shumë më dhosë në basketbol. Në çdo stërvitje, në çdo grup mosh në klubin basketbollistik Vitia ekzistojnë dy trajnera, që njëri mirët me teknikën, tjetri mirët me atletikën e tjera. Edhe dje kishmi një ambrën, kishmi me seniora një stërvitje ku ishte atletika, diçka ma serioze më stërvitje, dhe mirë edhe me atletika dhe me gjitha stërvitje. Zotrinat, pasi të kisha musafir edhe për klubin, për të meritat që keni bërë për basket, kam një dhërat nga Prof. Skëndera Lili, një për basketbollit, dua t'ju adhëroj. Njësisht ju falenderoj shumë që ishit musafirimi, ju dëshiroj sukses të ardhmen me ekipin e juar, edhe miru poshbe me rezultate të arritura në emisionet të Ishte mirë, krasi është ju një falenderoj. Shikues të nderuar, këtu përfundon emisioni pjesa e parë me Enverin, shihemi në javën tjetër me musafir të ri.